A e dini sa e vështirë është jesh në këtë shtet dhe gjesh punë? Të gjithë thonë, bëhu e pavarur, bëj karrierë, po kush flet për realitetin e mamave? Shumë prej nesh nuk kemi gjyshër apo gjyshre afër për të na ndihmuar. Jemi vetëm në një shtet të huaj, me fëmijë dhe presion mbi supe. Qerdhet janë super të shtrejta. Paguaj qerdhen, paguaj qiran, paguaj gjithçka. Por çfarë të mbetet në fund? Orari punës nuk përputhet asnjëherë me orarin e qerdhes. Punëdhënësi do fleksibilitet nga ne, por sistemi s'na jep fleksibilitet neve. Nëse fëmia së moret kusht kupton, pastaj le të flasim pak për hallin e dytë, më evident për mamat. Shtëpia, gatimi, rrobat, pastrimi, kujdesi për fëmijët, kujdesi për partnerin. Një ditë ka vetëm 24 orë, por nga ne pritet që të ketë 48. Shpesh ndihemi fajtore, faj që s'po sjellim mjaftueshëm të ardhura, faj që s'po qëndrojmë mjaftueshëm me fëmijët, faj që jemi të lodhura. Por e vërteta është kjo. Problemi nuk janë nënat. Problemi është një sistem që nuk e mendon nënën. Nëse je nën dhe po lufton me qerdhen, me orarin, me mungesën e familjes këtu dhe me presionin e përditshëm, ti nuk je dëmbele, ti nuk je dështim. Ti je duke bërë maksimumin brenda një sistemi që të vështirëson gjithçka. Kështu që përpara se dikush të gjykojë një nën pse s'punon më shumë, le të pyes veten, kush po jep asaj kushte për të punuar? Nënat nuk kanë nevojë për gjykime, kanë nevojë për mbështetje, fleksibilitet dhe çmime normale. Nëse je nën dhe po e dëgjon këtë, nuk je vetëm. Zëri yt ka vlerë. Kurrë mos u dorëzon nga fjalët e tjerëve. Kam disa pyetje për ju. Sa paguani për qerdhen? A keni qenë ndonjëherë në dilemë punë apo qëndrim në shtëpi? A keni ndier ndonjëherë faj si nëna për shkak të punës? Ndaj eksperiencën tënde në koment më poshtë dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube, Diaspora Reality Show by Linda.